Departamenti Special I Gjykatës Themelore në Prishtinë dënoi Dushko Arsiqin nga Matiqani në një gjykim të përsëritur me 13 vjet burg për krime lufte të kryera në vitin 1999 në fshatin Butovac me 2 shkurt të vitit 2024. Arsiq u dënua gjithashtu me 13 vjet burg në shkallën e parë para gjykatës në Prishtinë, por gjykata e apelit pas një ankese nga mbrojtja urdhëroi që gjykimi të përsëritet. Arsiq u arrestua me 8 dhjetor të vitit 2021 në pikën kufitare I Arinje në prani të 2 fëmijëve të mitur kur erdhi në Kosovë për të zgjidhur problemet që lidhen me pronën e uzurpuar në fshatin Matiqan pranë Prishtinës. Zëvendës kryeministri I parë dhe ministri I punëve të jashtme I diasporës I Kosovës Glau Konjufca u takua me përfaqësuesin special të Bashkimit Evropian për dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës, Peter Sorensen, dhe informoi atë se procesi I dialogut do të jetë përgjegjësi e Ministrisë së Punës së Jashtme dhe Diasporës në të ardhmen. Konjufca theksoi se Kosova e sheh dialogun si një mundësi për të përmirësuar marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë me Serbinë. Lidhur me Kosovën dhe Serbinë, ai tha se ato janë 2 shtete sovrane që janë në rrugën europiane. Përfaqësuesi I lartë I Bashkimit Evropian Kaja Kallas tha se fundvi se është e gatshme të organizojë së shpejti një takim të nivelit të lartë në kuadër të dialogut midis Serbisë dhe Kosovës. Analisti politik Azem Vllasi tha se dialogu do të vazhdojë kur I dërguari special evropian të ftoi palët në truezën e negociatave, ndërsa komentatori Dritoro Arifi vlerëson se marsi dhe prilli mund të jenë periudha më e përshtatshme për vazhdimin e dialogut. Ish ambasadori Gjergj Dedaj vlerësoi se institucionet e Kosovës nuk hyjnë në procesin e dialogut mjaftueshëm të përgatitura dhe se izolimi politik I Albin Kurtit ka dobësuar kapacitetet negociuese të Kosovës. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani publikoi një video nga paraqitja e saj në mediat ndërkombëtare dhe në një postim në Facebook theksoi se çdo intervistë e zhvilluar jashtë Kosovës kishte për qëllim promovimin e interesave dhe përfaqësimin sa më të denjësisht të qytetarëve të Kosovës. Sipas saj, përmes këtyre paraqitjeve publike ajo përpoq të forconte pozicionin e Kosovës në arenën ndërkombëtare dhe të ngritë zërin e saj për çështjet më rëndësi strategjike. Në çdo intervistë ndërkombëtare me një qëllim të qartë, mbrojtjen e Kosovës dhe forcimin e zërit të popullit ton, shkroi Vjosa Osmani. Kryeministri I Kosovës Albin Kurti ka filluar bisedimet me partitë politike rreth zgjedhjes së një presidenti të ri dhe publiku po thon gjithnjë më shumë se Vjosa Osmani nuk është në zgjedhje e tij, raporton Nacionale. Sipas këtij portali, Kurti I ka thënë Osmanit të sigurojë të paktën 30 nënshkrimet e deputetëve për kandidaturën e saj, pas së cilës ajo do të ketë mbështetjen e partisë së tij. Partitë opozitare kanë thënë disa herë se Osmani nuk është e pranueshme për ta dhe Nacionale arrin në përfundim se është e pasigurt nëse ajo do të jetë kandidate. Docenti I Fakultetit të Shkencave Politike në Beograd Stefan Surlić vlerësoi për momentin se është një skenar politik jo real që Kosova të ndryshojë mënyrën e zgjedhjes së presidentit në mënyrë që ai të zgjidhet drejt për drejt dhe jo në kuvent, sepse nuk ka konsenzus midis aktorëve politik. Duhet të kemi parasysh se ndryshimi I kushtetutës kërkon edhe mbështetjen e komunitetit serb, tha Surlić. Analisti Nexhmedin Spahiu tha se ndryshimi I procedurës për zgjedhjen e presidentit të Kosovës do të ishte në interes të gjithëve, veçanërisht të pakicave, por ai theksoi se për momentin nuk ka vullnet për këtë sepse udhëheqësit politik nuk janë të prirur të ndryshojnë asgjë. Në këtë moment askush nuk mund të thotë me siguri se amerikanët do të tërhiqen nga Kosova dhe nga forcat e KFOR-it, thot redaktori I emisionit Lejo Goran Janicević dhe thekson se tani është më afër realitetit se sa më parë, raporton Radio Televizioni I Serbisë. Sipas tij, një tërheqje e papritur e forcave amerikane nga Kosova nuk është reale, kryesisht për shkak
të strukturës komplekse të komandës brenda KFOR-it. Duke folur për rëndësinë e KFOR-it për sigurinë e serbëve në Kosovë dhe Metohi, Janićević vlerësoi se prania e tyre është një faktor i rëndësishëm i parandalimit. Moti nesër herët në mëngjes nga veriu dhe verilindja do të vi vranësira me shkurtra me shi dhe pasdite pritet kthjellim. Do të fryjë ere lehtë dhe e fortë veri perëndimore, temperatura mëngjesit do të sillet nga -1 deri në 8, kurse ajo maksimale ditore nga 10 deri në 14 gradë Celsius.